Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Rreshtet intensive të shiut dhe shkarkesat e shutme atmosferike të një dite më parë sollën problematika të ndryshme përgjatë pasdites dhe mbrëmjes në zonën e Gjirokastrës dhe kryesisht në bashkinë e Dropullit, ku pati rrëzim të pemëve duke bllokuar përkohësisht qarkullimin në rrugën e fshatit Haskov, si edhe shkarkesa elektrike të cilat shkaktuan një incident me një zjarr në po të njëjtën zonë. Rreshtet intensive të shiut të ditës së djeshme dhe shkarkesat e shutme atmosferike shënuan problematika në zonën e Dropullit në Gjirokastër. Në bashkinë Dropull, era e fortë ka rrëzuar disa pemë duke bllokuar përkohësisht qarkullimin në rrugët e fshatit Haskov. Ndërhyrja për largimin e pengesave është bërë nevojshme për të rikthyer lëvizjen për këtë aks rrugor. Ndërkohë, shkarkimet e rrufes ka shkaktuar një incident tjetër në zonë, ku një shtyllë elektrike është goditur nga rrufeja, duke zgjidhur rënien e zjarrit në sipërfaqe kullote. Zjarrfiksi ndërhyr menjëherë për të lokalizuar flakët dhe për të bërë të mundur shuarjen e zjarrit. Jemi në këtë moment me zhvillimet kryesore nga aktualiteti. Qendra Kulturore Libohovës së bashku me Qendrën Kulturore Mediatika Antigonea ka organizuar shfaqjen premiere të pjesës teatrale Bullizmi, një fjalë e keqe sot, një plak për gjithmonë, interpretuar nga trupa teatrale e shkollave të Bashkisë Gjirokastër. Vetë organizatorët nuk e prisnin një sukses të tillë. Një shfaqje fantastike e cila u prit me duar trokitje pas interpretimit të secilit prej 3 akteve. Teatri u ndoq me interes nga më shumë se 50 nxënës, prindër, mësues, punonjës social dhe psikolog. Në fund të shfaqjes, pjesëmarrësit në sallë bashkëbiseduan me aktorët dhe organizatorët duke bërë vlerësime pozitive për mënyrën se si është trajtuar tema e bullizmit si një shqetësim i madh dhe shpesh i nevlerësuar në shoqërinë shqiptare. Shfaqjet e grupit të teatrit lëvizjes do të vijojnë edhe në bashkitë e tjera të qarkut të Gjirokastrës në vijim. Kjo shfaqje organizohet në kuadrin e projektit nga ndërgjegjësimi tek veprimi për ndërtimin e kulturës së bullizmit në shkolla dhe minoritete, organizuar me mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Sociale dhe financuar nga Ambasada Suedise në Tiranë. Bëhet fjalë për një varg veprimtarisht të cilat lidhen me bullizmin, me këtë fenomen negativ i cili vitet e fundit kanë patur një shtrirje më të gjerë në jetën tonë. Është një grup nxënësish të cilët kanë përgatitur një shfaqje teatrore lëvizse që kalon në disa qendra banimi në shkolla edhe që titullohet ti themi jo bullizmit, dhe është një pjesë teatrore e përgatitur nga vetë ata, e vënë në sken nga ky grup të rinj dhe si thua janë pjesë e një aktiviteti më të madh që përfshin edhe workshope, përfshin edhe open day, ditë të hapura për të luftuar bullizmin, për të sensibilizuar opinionin dhe për të përfshirë të gjithë aktorët, siç janë shkolla, prindrit, policia, vetë të rinjt për t'i thënë jo bullizmit në shkolla, por edhe në komunitet. Le të ndërtojmë së bashku një botë ku askush nuk ka frikë të jetë vetvetja. Një botë ku dallimet nuk na ndajnë, por na pasurojnë. Një botë ku respekti, dashuria dhe mirësia flasin më fort se çdo tallje apo paragjykim. Bullizmi ndalet kur ne vendosim të mos jemi pjesë e tij. Ky aktivitet ka qenë një eksperiencë e re, ndonse një dramatizim i shkurtër, plot emocion, përsëri na ka dhënë atë mirësinë edhe afrimitetin me njëri tjetrin, duke na dhënë gjithashtu edhe një mesazh. Roli mësueses ishte një rol i përshtatshëm për mua, le të themi, por edhe që e ndjej si edhe pak më e madhe e grupit, mendoj se më përshtatet më shumë nga të gjithë, dhe si koordinatore e projektit besoj se kemi bërë një punë shumë të bukur dhe shpresoj që kështu të jetë përcjellë edhe në sytë e spektatorëve. Aktiviteti është një aktivitet i cili ka në fokus bullizmin, një fenomen i cili këto kohët e fundit është shtuar shumë. Dhe ne u munduam të organizonim një mini pjesë teatrale me disa nxënës të shkollave të ndryshme për të sensibilizuar sadopak nxënësit, qytetarët, këdo mësuesët, këdo në komunitetin tonë. Për arsye sepse ky fenomen është shtuar shumë. Dhe ne mundohemi të kontribuojmë sadopak me këtë shfaqje të vogël, me këta nxënës, me këtë dëshirë të mirë, disa nxënës të talentuar. Drafti
i ri për taksën e pasurive të paluajshme pritet të rrisë deri në 25% detyrimin e taksës së ndërtesës dhe për objektet që përdoren për qëllime tregtare. Në draftin e ri për taksën e pasurive të paluajshme, Ministria e Financave propozon rritje të shkallës së taksës së ndërtesës për objektet që përdoren për qëllim tregtar, por edhe propozon ndryshim të metodologjisë për llogaritjen e detyrimit. Aktualisht për ndërtesat që përdoren për qëllim tregtar, shkalla e taksës është 0.2% e vlerës së dyqanit. Formula e llogaritjes së vlerës së taksës dhe ndërtesës ku zhvillohet aktiviteti ekonomik parashikon që taksa është 0.2% e vlerës së dyqanit, ndërsa vlera e dyqanit llogaritet sa dy fishit çmimit fiskal për metër katror të apartamentave. Për qytete të ndryshme, çmimi i vlerës së dyqaneve është 1.5 herë më shumë se çmimi për metër katror i apartamentave. Krahasuar me çmimet e referencës së vitit 2018, detyrimi vjetor për taksën e ndërtesës për pronar është rritur me 240 lekë në vit apo 5% më tepër, çka do të thotë më shumë shtim të shpenzimeve për çdo lloj personi i cili merret me biznes apo ka një ndërtesë të caktuar, por për gjitha familjet shqiptare. Po ashtu për kategoritë e tjera të ndërtesave, përfshirë garazhe të mbyllura, të hapura, ambjente sportive, vlera e pronës me qëllim taksimin do të vijojë të mbetet sa 50% e vlerës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.